Kontroll lokaleve të natës, ngjarja në Koçan nxit zjarr fiksit në Shqipëri të rrisin vigjilencën. Ngjarja tragjike në klubin e natës në Koçan të Maqedonisë Veriut i mori jetën 59 personave, plagosi 155 të tjerë, ka vënë në lëvizje institucionet shqiptare. Kontrollet në klubet e natës në kryeqytet janë shtuar për masat e mbrojtjes nga zjarri. Lokalet e natës, njëjtë si të gjithë bizneset, duhet pajisen me certifikatën e sigurisë nga zjarri, por jo të gjitha bizneset e bëjnë një kërkesë të tillë para nisjes së aktivitetit, ndaj për këtë arsye kryen inspektime të herpashershme. Ne që atë natë jemi vënë në lëvizje dhe kemi qenë në grupin e inspektimit në lokalet e natës ku kemi marrë masat e mbrojtjes nga zjarri dhe u kemi lënë detyra përkatëse dhe do të përmirësohen. Në fundjavë kemi programuar inspektim për lokalet që punojnë vetëm në fundjavë dhe që kanë për masa më të mëdha. Ditën e njëjtë dhe të premte do të nisim inspektimin edhe në këto biznese, është shprehur Shkëlqim Goxha, drejtor i shërbimit Zjarfikës Tirana. Për të pajisur me certifikatën e sigurisë duhet që klubet e natës të plotësojnë disa kritere, duke nisur që nga materialet e përdorura në ndërtimin e objektit. Që në fillimin e ndërtimit të objektit, materialet që përdoren nuk duhet të jenë materiale që shërbejnë si burim zjarri, nuk duhet të jenë materiale që përcjellin zjarrin. E rëndësishme është që në këto objekte të ketë më shumë se një dalje. Për këtë, ne i referohemi edhe numrit të qytetarëve që janë në këto objekte që janë norma të komunitetit evropian. Deri në 50 veta ne duhet të kemi 2 porta. Pastaj, me shtimin e numrit 100, 200, 500 apo 1000, këto porta duhet të jenë për masave më të mëdha dhe mbi 500 veta duhet të kenë më shumë se 2 porta. Duhet të ketë ndriçim edhe kur nuk ka energji. Duhen tabela që tregojnë dalje në rast emergjencash dhe gjithashtu edhe fikse të zjarrit që përdoren nga punonjësit e shërbimit, të cilët duhet të kenë një uri që t'i përdorin këto fikse. Ngjarjet në këto objekte ne pothuajse i kemi 0. Shton Matej Goxhaj, deri më tani, në vendin ton fatmirësisht nuk ka patur incidente të zjarreve, pavarësisht saj administratorët e klubeve duhet të respektojnë të gjitha masat e sigurisë.